zakonshme, a do të mund të vendosni bas, do të hyjë në listë me vetë vendosin, apo do të shkoj sërish me ndonjë nga subjekte tjera politike? Siç duket, PDK-ja e ka vrejtë që zoti Limaj nuk është ashtu që kanë pas dëshirë disa çështje politike të PDK-s të besojnë mbi fatin politik të zotit Limaj. E kuptoj, është ka fshatë e vështirë edhe fort politike, are fort për të thyrë zoti Limaj, politikisht. Dhe besoj që mendoj që politikisht janë pjekur mjaftuar shumë kushte që zoti Limaj përfundimisht të kthehet në shtëpinë e vet, e që është PDK-ja. A është lehtë e realizueshme? Besoj që është lehtë e realizueshme, sepse kjo blokadë dhe kjo shtyerje edhe mosndrim i kandidaturës së zonjës Haxhiu nuk ka të bëjë domosdoshmë vetëm me partitë tjera opozitare, ka të bëjë edhe me mosbesimin mbi qëndrueshmërinë politike, ta themi kështu, parimësinë politike që mund ta ketë zoti Limaj në relacion me udhëheqjen e parlamentit. Prandaj politikisht apo në rrezonin politik, në rrezonin politik nuk mendoj që zoti Limaj mund të ketë për arsye reale politike votë mjaftueshme që kandidojë i vetmuar, sepse i si i tillë nuk besoj që mund të hyjë në parlament. E ka vështirë, së paku, edhe që të hyjë në parlament, prandaj duhet të bashkangjitet një ashtu ta themi kështu një koalicioni të natyrshëm politike, i cili kishte më qenë gjithsesi me ish shtëpinë e vet politike, që është PDK-ja. Mirë, interesante do të jetë fati Limajt realisht, sidomos nëse arrihet që ty brenda listës lëvizjes vetëvendosje. Si e sheh, a sheh potenciale për koalicione të reja parazgjedhore, LDK, AK, dhe mbi të gjitha ku e sheh pozicionin e Vjosa Osmanit nëse shkojmë në zgjedhje? Dëgjojmë fillimisht Arben Gashi. Përsëritet, më thonë.